E po am pra materialin që na fliste për ndërmarrjen gjelbër, i kemi përcjell çdo javë akuzat që bën mes nivelit lokal dhe nivelit qendror në kryeqytet, dhe do të flasim sonte në studio me ministrin në detyrë Hekuran Murati. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët. Mirë mbrëma, mirë se gjej. Faleminderit që jeni këtu. Ka qenë një ditë me shumë zhvillime sot. Ndoshta na mori pak vëmendjen e kryeqytetit çështja e pensioneve dhe shtesave dhe po ashtu buxhetit. Na flisni pak për to. Kryesisht lajmi i mirë ky për pensionistët dhe fëmijët, po ashtu prindërit që do të marrin shtesa më shumë. Edhe paga minimale, mos ta harrojmë. Dhe paga e 13 ishte për sektorin publik. Por paga minimale për sektorin privat, gjithsesi, pas më shumë se një dekade, pra për herë të parë ishte rritur gjatë mandatit tonë, tash po bëhet rritja e tretë që do të arrijë vitin e ardhshëm nivelin prej 500 euro bruto. Sa i përket shtesave për fëmijë, siç e dini, kur kemi marrë mandatin ka qenë zero, pra s'ka pas fare. Për 20 vite nuk kishte pas asnjë euro të buxhetuar për fëmijë, megjithëse çdo herë thuhet që e ardhmja e shtetit, e kombit janë fëmijët, megjithatë mbështetja buxhetore për ta nuk tregoi e tillë. Ne përveç se i lansuam si mas, tashmë është rritja e dytë, pra hera e dytë që rriten. Fillimisht ishte bërë vitin e kaluar, pra që ishin 2 fishuar, respektivisht 3 fishuar, varësisht nga numri i fëmijëve, pra nga 10 euro ishin bërë 20 apo 30, për familjet që kanë më shumë se 3 fëmijë më tepër janë pra 30 euro për fëmijë, dhe tash e njëjta vlerë, domethënë me këtë rritjen që zbatohet prej muajit të ardhshëm, pra prej muajit nëntor, rriten për 50%. Pra një familje apo një nanë që i ka 2 fëmijë dhe ka marrë deri tash 40 euro, do t'i merr 60. Një nanë që ka pas 3 fëmijë, ka 3 fëmijë dhe i ka marrë 90 euro, tash i merr 135 euro e kështu me radhë. Domethënë shkon 50% rritja për totalin. Ngjajshëm edhe tek pensionet, pensionet bazike, pra këto për pensionin e pleqërisë, si quhet, pra nëse nuk kanë pension kontributiv, e kemi gjetur me vlerën 90 euro, kur kemi marrë mandatin. Fillimisht i patëm rritur në vlerën 100 euro, pra që pensioni minimal të bëjë 100, dhe të mos kishte asnjë pension në atë nivel. Vitin e kaluar i rritëm për 20%, pra nga 100 në 120, dhe si vjet pra është edhe rritja tjetër që kalon në nivelin prej 150 euro pensioni minimal bazik apo pensioni moshës. Sa është kostoja për të dyja këto linja dhe a e përballon për këta 2 muaj buxheti jon? Po patjetër që ne kemi përllogaritur edhe kostën dhe bashkë me vendimet për rritjen, sot në qeveri kemi marrë po ashtu vendimet edhe për ndarjen e mjeteve. Pra janë tërësisht të mbuluara edhe për këta 2 muaj, e madje edhe për buxhetin e vitit të ardhshëm që kemi miratuar, edhe aty është i llogaritur efekti i vitit të plot. Pra është e buxhetuar në tërësi kjo rritje që ndodhi sot. Nga cila linjë buxhetore do të bëhen? Tek subvencione dhe transfere. Domethënë kjo është e paraparë si kod buxhetor dhe si kategori e shpenzimit realisht i përkon shpenzimeve të subvencioneve dhe transfereve. Nuk e dia ka qenë rastësi, vetëm një ditë më parë kemi parë sindikatat që kanë kërkuar çështjen e rritjes pagës minimale, pra edhe më një herë të nesërmën ndodhi si vendim apo është bërë një analizë më herët, e keni diskutuar më parë? Jo, në fakt ne kemi ftuar sindikatat edhe shoqatat apo përfaqësues të bizneseve, kemi pas në një takim konsultativ, nga i cili pra kemi marrë sugjerimet dhe propozimet e tyre, ka pas propozime të ndryshme nga ana sindikatave, gjithashtu ka pas edhe rekomandime nga ana përfaqësuesve të bizneseve për sa i përket mënyrës apo tempos, shpejtësisë me të cilën do duhet të ndryshojë paga minimale. Kemi balancuar të dyja këto palë, si qeveri, si ndërmjetës, pra si palë e tretë, dhe kemi ardhur në përfundimin që paga minimale po duhet jetë 500 euro, vetëm se për ta bërë më të përballueshme edhe për sektorin privat, pra për bizneset, po e zbatojmë në 2 faza. Ngjajshëm siç kishim bërë edhe për sektorin publik gjatë këtij viti, ku faza parë ishte gjysma e rritjes, pra 55 euro në sektorin publik ishte nga janari deri në qershor, pastaj edhe gjysma tjetër nga korriku. Ngjajshëm vitin e ardhshëm do ta kemi edhe pagën minimale, pra 75 euro rritet prej 1 janarit, pra nga 350, 425 dhe 75 tjera prej 1 korrikut e tutje pra për gjatë vitit, kështu që në pjesën e dytë të vitit vetë se do ta kemi pagën minimale 500 euro. Po e përmbyllit të fundit për këto zhvillimet e nivelit qendror, për shkak se ka ndodhur dhe natyrisht ju interesojnë gjithë qytetarëve, është çështja e buxhetit, ka pasur reagime sot edhe nga shoqëria civile, e kemi vendimin e Supremës, kryesisht tek, le të themi, një lloj konflikt interesi, personat që ju jeni ministër në detyrë dhe po ashtu të i zgjedhur edhe si deputet. Do të vazhdoni tutje me buxhet?
Po ne kemi përcjell, do të thonë ne sot e miratuam projekt buxhetin në qeveri, prej qeverisë tash përcillet për në kuvend. I takon kuvendit pra që të marrë në shqyrtim buxhetin, zakonisht procedurat janë që kryesia e shpërndan tek komisioni parlamentar për buxhet dhe tutje tek gjithë deputetët. Në këtë rast komisionet parlamentare ende nuk janë formuar. Dje ka qenë një takim i kryesisë së kuvendit, i ftuar nga kryetari i kuvendit Dimal Basha. Mirë po, me sa kam kuptuar, pra me sa pash edhe nga konferenca për media, partitë opozitare kanë refuzuar, pra ato që janë të përfaqësuara në kryesi të kuvendit, këtë rast PDK dhe LDK, kanë refuzuar pra që të ecet tutje me formimin e komisioneve parlamentare, gjë që është tepër problematike, sepse kuvendi në mënyrë që të funksionojë i ka organet e veta, e këto janë komisionet parlamentare, pra përmes cilave dhe kryen punë. Prandaj shpresoj që shumë shpejt t'i kemi komisionet parlamentare, pra të kemi vullnet politik dhe arsyeshmëri nga deputetët. Çka nëse s'do t'i kemi? Po ka pasoja, sepse kuvendi mund të llogaritet i konstituar vetëm kur atëherë dhe kryen punën. Nëse kuvendi refuzon, pra funksional, refuzon të kryej funksionin e vet dhe punët e veta, atëherë nuk po e bën punën për cilën është i thirrur dhe deputetët kanë obligim edhe kushtetues. Pra ky është problemi. Unë mendoj që situata është e tillë që deputetët e opozitës kanë tendencë pra që përmes blokadave që po bëjnë, edhe në këtë rast pra duke refuzuar formimin e komisioneve parlamentare, të shkaktojnë apo të nxisin një krizë artificiale. Dhe kësaj pra të vihet vendi para një vështirësie financiare ku mund të rrezikojë të mbetet pa buxhet, në anën tjetër është televizioni publik që ka nevojë për miratim nga Komisioni Parlamentar për Buxhet për të procesuar pjesën e mbetur të buxhetit, pra për t'i alokuar dhe për të marrë ata pagat e për të mbuluar shpenzime të tjera. Domethënë janë një sër çështje që janë në pritje të këtyre komisioneve parlamentare. Është tepër e nevojshme që komisionet parlamentare të formohen edhe për buxhetin e RTK-s, edhe për buxhetin e vitit 2026, por çfarë është më e rëndësishme, që po besoj jemi edhe për temën sot këtu, edhe për buxhetet e 3 komunave, të cilat nuk kishin arritur ta miratojnë buxhetin e vitit 2025 me kohë në kuvendet komunale dhe si pasojë edhe sot pra vazhdojnë të operojnë me 1/12 e buxhetit të vitit 2024. Sakt. Pra janë 3 komuna. Prishtina, për dallim prej, nuk e di tashmë Gjiloania e ka miratuar të vitit 2026 si projekt buxhet, por Prishtina ka funksionuar tër vitin pa buxhet dhe nuk e ka të miratuar as buxhetin e vitit të ardhshëm, pavarësisht që ka pasur disa tentativa edhe mbledhje të jashtëzakonshme, nuk ka arritur ta bëjë këtë dhe e dini që kryetari Rama ka dërguar në kushtetuese këtë çështje, pra duke kërkuar që të ketë buxhet, por fillimisht ka nisur gjithçka në kuvendin komunal. Pra është miratuar në fund të dhjetorit dhe pastaj i kemi pasur zgjedhjet. Kam parë dje që edhe zonja Hykmete Bajrami nga LDK ka thënë që keni pasur mundësi ta miratoni buxhetin e vitit 2025 dhe nuk është vetëm Prishtina që, siç e thatë ju, është pa buxhet. Po fillimisht pra janë 2 dezinformata që rëndom qarkullojnë qoftë prej përfaqësuesve të komunës Prishtinës apo edhe prej subjektit opozitar LDK-s, që qeveris aktualisht me komunën e Prishtinës. Dezinformata e parë është që komuna e Prishtinës po diskriminohet gjajase nga qeveria. Pra gjë që është e pavërtet, sepse janë 3 komuna të tilla që nuk e kanë të miratuar buxhetin e vitit 2025. Pra nuk është vetëm Prishtina, është Gjilani dhe Zubin Potoku po ashtu. Dezinformata e dytë është që është bllokuar pra në tërësi buxheti dhe s'ka fare buxhet të alokuar. Edhe kjo është e pavërtet. Po të mos kishte fare buxhet të alokuar, s'kishin mujt me i paguas pagat për sa mujt. Do më thonë, Ministria e Financave, qeveria, i ka aloku buxhetin sipas ligjit. Dhe ligji për menaxhimin e financave publike e parasheh që komuna në këtë rast kur dështon duhet të operojë me buxhetin e vitit paraprak, i cili i alokohet sipas muajve. Pra për çdo muaj alokohet 1/12 e buxhetit në mënyrë që të mbuluhen shpenzimet esenciale dhe të domosdoshme. Unë këtu kam marrë për shembull ligji për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë e ke ku thotë që buxheti komunal duhet të miratohet deri më datën 30 shtator të vitit. Domethënë ky është afati ligjor që parasheh ligji kur duhet të miratohet buxheti komunal. Këtu e kam shkresën prej komunës Prishtinës, prej përparim Ramës që më përcjell mua. Edhe është data 17 dhjetor 2024, ku thot gjeni bashkangjitur buxhetin. Do të thonë 30 shtator ka qenë afati në vitin 2024, me 17 dhjetor
ma përcjell shkresën e buxhetit. 3 muaj me vonesë. 3 muaj me vonesë, por edhe 1 muaj pasi që ishte miratu në Kuvendin e Republikës Kosovës ligji i buxhetit për ndarje vjetore. Pra që nuk mund të përfshihej më, sepse po të vinte kjo letër para datës 22 nëntor, kur ishte miratu ligji i buxhetit në Kuvend, ndoshta edhe do të mund ta përfshinim si amandament. Pra, me 20 nëntor me pasardh, kjo kish mujt edhe me u përfshi. Mirë po ka ardhur me 17 dhjetor, 1 muaj masi që është mbyll çështja e ligjit të buxhetit për vitin 2025. Për më tepër, ne kemi edhe seancën se Zonja Bajrami kishte thënë që qeveria nuk i ka përcjell. Ja ku është shkresa, kur ne kemi përcjell në Kuvend. Pra, sekretariati i zyres së kryeministrit e përcjell tek sekretariati i Kuvendit të Republikës Kosovës që të shqyrtohet ligji apo të shqyrtohet buxheti i komunës së Prishtinës nga Kuvendi. Mirë po, problemi ka qenë që Kuvendi i Republikës Kosovës seancën e fundit e ka mbajt të rregullt, pra seancën plenare e ka mbajt me datën 5 dhjetor të vitit 2024. Ka qenë edhe një seancë cilës i referohet zonja Bajrami, mirë po e seancë me 20 dhjetor ka qenë seancë solemne, pra 2 kuvendet Kosovë-Shqipëri. Pra nuk ka pas trajtim të çështjeve sa i përket punëve plenare të Kuvendit, ka qenë vetëm seancë solemne. Seanca e fundit, sipas faqes së Kuvendit, është mbajtur me datën 5 dhjetor. Pra ka qenë pa mundur, pavarësisht pse ne kemi përcjell buxhetin e komunës së Prishtinës në Kuvendin e Republikës Kosovës, ka qenë pa mundur të trajtohet sepse Kuvendi nuk ka mbajtur asnjë seancë tjetër. As LDK nuk është se ka shprehur ndonjë interesim për të thirrur ndonjë seancë jashtëzakonshme ta zëm në janar dhe për ta miratuar buxhetin e komunës Prishtinës. Të gjithë ne kemi shpresuar që pas zgjedhjeve Kuvendi do të konstituojë me kohë dhe do të ripërsërisnim dërgesën pra që të trajtohej. Por si që dini, vetë konstituimi u vonua deri më tani së fundmi, dhe tani që kemi konstituimin e Kuvendit, e kemi përcjell përsëri Po sot. ana përsëritet situata e njëjtë, sepse Prishtina se ka të miratuar as buxhetin e vitit ardhshëm. Ky është problem tjetër. Pra, ne fillimisht jemi ende në vitin 2025. Ne si qeveri sot, edhe njëherë kemi riproceduar në Kuvend, përmes vendimit qeveris, buxhetet të 3 komunave. Pra, Prishtinë, Gjiljan, Zubin Potok për si vjetë. Sepse ani pse jemi në fund të vitit, pra kanë mbetur vetëm edhe 2 muaj, gjë që është vonesë e tepërt, sepse ka munguar Kuvendi, por megjithatë, faturat që janë grumbulluar, të papaguara, për shumë operatorë ekonomike, përfshi edhe ndërmarrjet publike lokale, do të mund të paguheshin qoftë edhe në fund të nëntorit nëse miratohet buxheti i komunës së Prishtinës në Kuvend. Mirë po kemi pa që LDK-ja, për shembull që qeverisë në komunën e Prishtinës, në Kuvendin e Republikës refuzon të funksionalizoj Komisionin Parlamentar për Buxhet, e që si pasojë pra e pamundson edhe miratimin e buxhetit të komunës së Prishtinës. Të njëjtit e akuzojnë qeverinë se gjaja po i bllokon. Pra kush është bllokuesi këtu? Do thonë na del vetë LDK-ja që po e blloko buxhetin, fillimisht Kuvendin e tash edhe funksionalizimin e Komisionit Parlamentar, gjë që e pamundson procedimin e buxhetit të komunës së Prishtinës. Po për 2026-ën? Për 2026-ën janë 11 komuna, për shkak të zgjedhjeve, pra siç e keni raportuar dhe ju, po besoj edhe shumë media, aktualisht janë 11 komuna të cilat ende nuk e kanë miratuar buxhetin. Prishtina është sërish. Prishtina sërish, Gjilani, ka Lipjani, ka shumë komuna të cilat pra 11 sosh, gati 1/3 e gjitha komunave, nuk kanë arritur ta miratojnë buxhetin në kuvendet komunale sipas afatit ligjor, pra që është data 30 shtator, dhe neve na është dashur të procedojmë me ata kufi që kanë. Për kësaj radhe kemi përfshirë një klauzul në projekt ligjin për ndarje buxhetore për vitin 2026, që në rast se Kuvendi e miraton ligjin e buxhetit, kurdo që këto kuvende komunale pasi që të certifikohen rezultatet dhe të kanë asamblet e reja, sepse kësaj radhe pra ka një situatë objektive që arsyeton ndoshta deri diku mos votimin ose pamundësinë për të votuar buxhet, sepse ka pas zgjedhje dhe asamblet janë shpërnda. Kurdo që asamblet janë të gatshme, të mund ta procedojnë. Pra, me miratim në qeveri, njoftohet Kuvendi dhe zbatohet brenda atyre kufive, sepse kësaj radhe po i dërgojmë kufit buxhetor që janë caktuar për vitin 2026 për miratim para prak nga Kuvendi. Pra, nëse Kuvendi e miraton ligjin e buxhetit,
kur do që miratohet pastaj prej kuvendeve komunale, kësaj radhe do të përfshihet në ligjin për ndarje buxhetore. Kam parte zotri Manaj që përveç drejtimit në gjykatë kushtetuese që kanë bërë në shtator dhe që ndoshta në fillim të nëntorit bëhet ky afati që kushtetuesja duhet të kthejë një përgjigje, ne i kemi pyetur, kanë thënë që janë në shqyrtim të kërkesës së zotrit Rama, po ashtu që ka edhe kallëzim penal ndaj jush për çështjen e buxhetit. Si e komentoni? Po nuk di, se unë nuk jam i njoftuar, unë kam dëgjuar në media të ketë pas një pretendim të tillë, tash është e paqartë se çfarë kanë bërë, sepse ata fillimisht thanë po bëjmë padi në gjykatë kushtetuese, në gjykatë kushtetuese nuk ka padi, ka çështje që shtërrohen, pastaj thanë do të bëjmë kallëzim penal, nuk di se cila do të jetë çështja e kallëzimit penal, sepse siç e thash, e njëjta situatë vlen edhe për dy komuna tjera, pra nuk është se ka trajtim, nuk është se ka trajtim të veçantë cila do prej tyre, është ajo çfarë parasheh ligji. Ja ku e kam këtu është në 62 ligjit, i cili tregon se çfarë ndodh në rast të mosdorëzimit të buxhetit nga kuvendi komunal në kohë. Zbatohet paragrafi 4 i njeni 62 të ligjit, i cili thot që ministri autorizohet të bëj ndarjen e buxhetit sipas vitit paraprak fiskal, pra në këtë rast viti 2024. Emri juaj personalisht përmendet shumë nga kryetari Rama, edhe për çështje të tjera, do të thotë ka një kohë për akuza për bllokada të ndryshme dhe ndoshta mund t'i përmendim pak me radhë disa prej tyre. Le të fillojmë ndoshta me çështjen e termokosit, sepse edhe ju keni reaguar, ne kemi raportuar javën e kaluar për ngrohjen solare, e di që ky projekt ka nisur kur Shpend Ahmeti ka qenë kryetar, ka pasur atëherë një mosmarrveshje, nëse nuk gaboj, ka qenë Ramush Haradinaj kryeministër për çështjen e lokacionit ku do të vendoseshin panelet solare. Më duket është zgjedhur pastaj ky problem, por çka ka ndodhur tutje? Çfarë ka ndodhur tutje është me të marrë detyrën, ne kemi negociu si qeveri, pra kemi negociu pavarësisht kush ka udhëhequr me komunën e Prishtinës, për neve ka qenë tepër e rëndësishme që të reduktohet konsumi i energjisë elektrike për ngrohje gjatë dimrit dhe të reduktohet edhe ndotja, që shpesh një pjesë e madhe vend banimeve apo banesave apo shtëpive, duke përdor alternativa tjera më të ndotura për ngrohje me gjatë dimrit sidomos, pra edhe ndotin ambientin ose në anën tjetër ndikojnë në rritjet konsumit të energjisë elektrike, e që kur ne nuk e prodhojmë atë sa konsumojmë, duhet të importohet me çmime të bursës, që janë mjaft të shtrejta. Kësaj për neve ka qenë interes primar që të bëjmë maksimumin për të investuar në zgjerim të rrjetit të ngrohtores qendrore, në këtë rast termokosit. Kësaj kemi negociu me qeverinë gjermane, por edhe me Bashkimin Evropian në këtë rast, dhe kemi siguruar që 54 milion euro të jenë grant, të cilat i përfiton shteti i Kosovës. Janë 31 milion euro grant nga qeveria e Gjermanisë dhe janë 23 milion euro grant nga WBIF, Bashkimi Evropian. Pjesa tjetër është kredi nga Bergji. Total paketa e financimit është 80 milion euro, e cila ka dy komponenta. Njëra komponent është kjo gjenerimi kapaciteti gjenerues shtesë prej 30 MW, që është parapart bëhet prej energjisë solare, dhe komponenta dytë është zgjerimi i rrjetit të termokosit për të mbuluar edhe 38.000 banor në lagje të caktuara të Prishtinës, sipas masterplanit që ka rezultuar se cilat lagje duhet të jenë me radhë. Pra, ky ka qenë projekti të cilin ne kemi mbështet. Edhe këtu e kemi edhe në nënshkrimin, për shembull që është bërë në 10 orë të vitit 2023, kur ne nënshkruajmë dhe si Ministri e Financave i akalojmë projektin dhe financimin termokosit. Pra këtu është me 11 dhjetor 2023. Është bërë nënshkrimi. Prej atëherë nuk ka ndodhur asgjë. Pra problemi nuk është se qeveria ka bloku, përkundrazi, ne ja kemi siguru 80 milion euro komunës Prishtinës dhe termokosit për me zgjeru rrjetin e termokosit, por që 2 vite nuk ka ndodhur asgjë, sepse kanë qenë 2 parakushte ose 2 ankesa për të cilat është dashur të gjendet zgjidhje në mënyrë që të procedohet përpara. Problematika e para, po çështja e parë që ka pasur nevojë për adresim, pra sipas partnerëve gjerman, në këtë rast ka qenë që duhet të adresohen gjetjet e raportit të auditorit nga të termokosit. Pra shkeljet që janë identifikuar në raportin e auditimit duhet të adresohen. Për këtë gjë është vënu termokosi dhe komuna e Prishtinës për t'i adresu këto shkelje. Çështja e dytë që ka pasur vërejtje partneri gjerman, pra KfW në këtë rast, dhe ka kushzuar pra edhe ecjen e projektit tutje
para se të adresohet pra kjo çështje, ka qenë çështja e zbatimit të masterplanit. Masterplani është pra plani i cili parashet cilat lagje duhet të parat të intervenohen dhe shtrirja të jetë uniforme. Ata kanë kërku që të zbatohet masterplani dhe të mos ketë kyçje sporadike, pra ku te kalohet një lagje dhe qohet rjeti tek një ndërtesë apo tek një lagje specifike, varësisht nga preferencat e menaxhmentit të Termokosit apo komunës së Prishtinës, por që zgjerimi i rjetit të bëhet në mënyrë të planifikuar. Pra këto kanë qenë kërkesat për të cilat pra është kërkuar të zbatohen. Vonimi në zbatimin e këtyre kërkesave, apo mos respektimi këtyre kërkesave, ka qenë që tash edhe 2 vite pas, projekti ende nuk ka fillu të zbatohet. Përkundër faktit që 80 milion euro i ka pas në dispozicion Komuna Prishtinës dhe Termokosi si rezultat i punës së qeverisë. Pra këto i ka siguru qeveria. Ka pasur një marrëveshje të tillë me Berghin për çështjen e autobusëve të rinj, të cilët i presim që 4 vjet. Çka ka ndodhur këtu saktësisht? Po edhe këtu është e njëjta çështje. Domethënë, si mund të pretendohet për bllokadë nga qeveria, kur ja është kredia që vetë komuna pa pengesë nga qeveria e nënshkruan 10 milion euro dhe kjo është nënshkruar në vitin 2022. Pra para 3 viteve. Ku janë autobusët? Domethënë, kush e ndaloi komunën, kush e bllokoi komunën me i ble dhe me i sjell autobusët, sepse s'ka qenë për as me i marru s'ka pas nevojë këtë autobus, por nuk ka qenë ndonjë ndërtim i autobusëve që është dashur me ndërmarr apo ndonjë projekt i komplikuar. Është dashur vetëm me i ble. Mirë, por normalisht që secili partner financiar ndërkombëtar i kanë parakushtet e tyre, sepse ata duhen të sigurohen që ndërmarrja publike... A keni dhënë nënshkrimin me kohë, sepse zakonisht është kjo çështja... Këtu s'ka pas fare nevojë për nënshkrim. S'keni pasur nevojë të japni një... Këtu është trafiku urban huamarrësi direkt. Fare s'ka pas... Nuk keni qenë garantuar. Hiç fare s'ka pas nevojë për qeverinë këtu. Pra është nënshkruar direkt nga trafiku urban, nga Komuna Prishtinës, janë marrë përgjegjësitë. Ku janë autobusët? Kush i bllokoi për me i sjell autobusët tash e 3 vite? Domethënë është mos puna e vazhdueshme, mos adresimi i kërkesave specifike, mos përmbushja e kushteve dhe keq menaxhimi shpeshherë i ndërmarrjeve publike, që rezultojnë që partnerët financiar ndërkombëtar të hezitojnë të ecin tutje. Domethënë sepse në çdo projekt serioz ka edhe parakushte, duhet të plotësohen kushtet ligjore, kriteret e gjërat e tjera kështu me radhë, dhe tek atëherë mund të disbursohen mjetet. Pra nëse ne pas kemi bllokuar si qeverin këto projekte tjera, kush e bllokoi me i ble autobusit? Kur s'ka qenë fare përfshim qeveria këtu. Kush e bllokoi me zbatu projektin e Termokosit? Që ku është edhe një çështje tjetër. Janë edhe 3 shkolla që kanë pas me u ndërtu me partneritet publiko-privat. Po, edhe këto që 8 vjet. Ky është një postim i përparim Ramës në vitin 2022. Edhe këtu thot faleminderit ekipit të departamentit të partneritetit publiko-privat. S'ja ka bo goja me thonë faleminderit Ministrisë Financave, se departamenti partneritetit publiko-privat është pjesë e Ministrisë Financave. Do të thonë, kur e kemi marrë këtë projekt, përkundër disa problemeve teknike që ka pas projekti, kërkesa ime ka qenë ndaj këtij departamenti që ju lutem bërini çdo gjë, pra bëjeni të mundurën e mundshme në mënyrë që të ecë tutje sepse bëhet fjalë për 3 shkolla. Dhe ka ecë projekti përpara, këtu e kemi edhe falenderimin e përparim Ramës për këtë departament, dhe thot që do të bëhen 3 shkolla në Sofali, në Mat dhe Prishtinë e Re. Ku janë këto 3 shkolla? Nuk janë. Kush e bllokoi për këto 3 shkolla? Pra, kemi në vazhdimsi arsyetime. Arsyetimet që tentohen të përdoren si alibi për mos punën e vet. Do të thonë, ka thjesht mos punë. Kush e bllokoi që në vitin 2022 përparim Rama, Komuna e Prishtinës, i ka buxhet të pashpenzuar 49 milion euro. Kush e bllokoi që në vitin 2023 ka 53 milion euro të pashpenzuara, i kthen mrapa në fund vitit. Kush e bllokoi që në vitin 2024 i ka 35 milion euro. Do të thonë, të gjitha këto janë suficit i cili në fund të vitit i kthehet qeverisë qendrore dhe pastaj bëhet gjithçka zero dhe fillon prej fillimit me datën 1 janar. Do të thonë, është një keq menaxhim, një mungesë e punës serioze në të gjitha anët dhe kryesisht ka pas arsyetime për
për të arsyetu disi mos punën e vetë. Po, për shembull, zotri Rama, tek lidhja e platos, le ta quaj plato me Sarbriz dhe hotelit Grand, thotë që nuk po mund të vazhdohet si projekt për shkak mungesës së buxhetit nga zotri Murati. Nuk po mund të bëhen shujta, nuk po mund, nëse besoj e keni lexuar ju vetë, sepse e keni bërë edhe po ashtu ripost postimin e tij, pra ai ka përmendur edhe çështjen e ndërmarrjes gjelbër, e diskutuam, pra një ndërmarrje që nuk merr vetë të hyra shumë, sikurse trafiku urban që nuk është e mbarur ndoshta 100% nga komuna për të hyra ose termokosi që gjenerojnë të hyra të tjera. Pra jeni përmendur në shumë çështje edhe tek kur është dorëzuar në kushtetues janë përmendur çështjet që sipas zotit Rama kanë mbetur pa u bërë për shkak të mungesës së buxhetit nga ju. Nuk ka të bëjë kjo nga buxheti. Ministria e Financave, as qeveria nuk ka kurfar kompetencë sa i përket buxhetit komunal. Buxheti komunal ndohet me formulë çdo vit. Është granti i përgjithshëm, granti specifik për arsimin, granti specifik për shëndetësinë. Madje komuna e Prishtinës si kryeqytet ka dhe grantin e kryeqytetit. Pra të gjitha këto i dedikohen komunës së Prishtinës varësisht sipas formulës kryesisht numri banorëve është përcaktues. Dhe është prej granteve më të mëdha që e merr kryeqyteti. Këto mjete komuna e Prishtinës ka lirinë të vendosë në kuvend komunal si të dojë. Pra ka autonominë e plotë. Por krejt çka kërkohet është respektimi i afateve ligjore, që në këtë rast komuna e Prishtinës për buxhetin e vitit 2025 nuk e ka bërë. Por kur jemi tek çështja e buxhetit, për shembull, investimet që komunat nëse nuk e bëjnë ju ja merrnin mbrapsht. Arrin të shpenzojnë komunat në këtë rast Prishtina këto para. Jo, ato investimet kushdo që nuk i shfrytëzon nuk i marrim ne mbrapsht. Bëhen zero në fund të vitit dhe fillon pra resetohet buxheti prej janarit. Por kur jemi te buxheti dhe te mungesa e buxhetit. Për shembull, për Parim Rama, për projektin e sheshit George Bush, që kushton 18 milion euro, e dini që si vjet fare nuk e ka në buxhet. Mirë po e kanë nënshkru kontratën 18 milion euro pa e pas fare në buxhet. Pra ka deklaratë të disponueshmërisë së mjeteve, që gjoja i ka mjetet në dispozicion, gjë që për mendimin tim bën vepër penale, sepse është mashtrim, sepse nuk ka mjete fare në buxhet. Nëse e kërko kodin në të cilin i është referuar se i ka mjetet në dispozicion, në ligj për ndarje buxhetore nuk ekziston ai kod. Pra 18.4 milion euro pa buxhet fare e nënshkruajti, se bllokoi kërkush. Pra kur ke puna me shpërblymet e nder, një person i cili pas disa jave kaloi në LDK, hiç s'pat problem, kërkush s'mujti me blloku. Do thonë edhe pse se kish fare në buxhet. Kurse në anën tjetër për projekte të cilat ka buxhet, ose do duhet të kishte, pra projektet që janë në vazhdimsi e kanë buxhetin, megjithëse i kufizuar. Problem tjetër është pastaj nëse përmbaruesi ka marrë mjetet. Pra, kjo është problem që ndodh edhe te komunat që e kanë buxhetin e vitit 2025, pra kanë edhe ato vështirësi, sepse është kontrata kolektive, ka edhe vonesa në pagesa të kontraktorëve të cilat përmes përmbaruesit i marrin mjetet. Mirë, po kjo s'ka të bëj fare me Ministrinë e Financave e as me qeverinë. Ligji e garanton autonominë e plot financiare të secilës komunë. Janë të lirë të veprojnë sipas kufive që u përcakton kuvendi komunal, por i njëjti buxhet pra duhet të bëhet pjesë e ligjit për ndarje buxhetore sipas afateve të përcaktuara, gjë që nuk ka ndodhur me Prishtinën. Dhe kush do që do të jetë kryetari i ri do ta ketë pak problem këtë çështjen e buxhetit kur do që të vi, sepse ka shumë çështje në përmbarem, do të thotë Prishtina do të ketë një krizë paksa buxhetore me kënd që bëhet kryetar. Unë mendoj që fillimisht e mira do të ishte që të ndërprehet kjo, pra të ketë ndryshim. Sepse nëse vazhdo kështu, me të vërtet shkon drejt kollapsit edhe komuna, por edhe ndërmarrjet publike. Unë e kam bërë një postim sa i përket ndërmarrjeve që përmendët ju që kanë financim, pra shesin bileta ose termokosi, të cilat megjithse kanë qenë duke operuar me fitim, kanë filluar të operojnë me humbje për shkak të vendimeve të papërgjegjshme. Për shembull, nëse si kryetar komune ti vendos që me i liru disa kategori prej biletës, atëherë ajo duhet përcillet me subvencion prej komunës. E ai subvencion duhet planifikohet në buxhet. Por ti nëse se ke planifikuar subvencion në buxhet dhe tash nuk ja jep subvencionin kompanisë, atëherë kompania fillon me operu me humbje. Edhe mundet me rrezikuar edhe pagat e punëtorëve në të ardhmen e afërt. Ngjajshëm çush ka ndodhur me kompani tjera. Do thonë këto janë veprimet e papërgjithshme që ndodhin
prej një ketë qeverisje. Ne sot të mpytë në fillim, kur e kemi marrë vendimin sot, edhe për rritjet pensioneve, edhe për rritjet të shtesave, i kemi nda edhe mjetet përkatëse. Pra i kemi nda mjetet që të mos rrezikohet buxheti dhe të mos mbesin faturat papaguara. Ndërka që është papërgjithshmëri është shkelje ligjore nëse ti hyn në obligime pa mbulesë, ose merr vendime për ndërmarrjen publike e nuk e përcjell atë vendim pra edhe me buxhetin përkatës. Pra kjo po ndodh aktualisht në qeverisjen, keq qeverisjen e komunës së Prishtinës. Unë mendoj që mundësia është, pra fillimisht mund të kalohet buxheti i komunës, pra buxheti i vitit 2025 ende ka kohë të kalohet në Kuvend të Republikës Kosovës. Krejt çfarë duhet është vullnet politik nga dy partitë të cilat janë përfaqësuara në kryesitë kuvendit, që është PDK dhe LDK, e më së tepërmi këtu do duaj t'ja çonte hallin LDK-ja me qenë se qeveris komunën, mirë po nëse vetë LDK-ja refuzon pra që ta kaloj buxhetin e Prishtinës në kuvend, atëherë besoj që është mjaft e qartë se ku është adresa e bllokadës. Faleminderit shumë, faleminderit që ishit sonte me ne.